Përshëndetje! Jeni prapë me mua Ninën. Nesër është dita e Shën Valentinit. Një ditë shumë e bukur. Prandaj, të gjithave me siguri ju ka kapur emocioni se si do dukeni nesër dhe çfarë do vishni edhe çfarë do I blini atit për Shën Valentin. Prandaj, unë kam bërë disa zgjedhje në rubrikën Shopping Live se çfarë të blini edhe çfarë linxherisë që të dukeni edhe më bukur. Përveç asaj, do ju tregoj si të kombinoheni nesër dhe të shkëlqeni. Retro Classic. Ky fustan stili viteve 60 është I preferuar im nga Ret Valentino. Dhe po imagjinoj të veshur nga mëngjesi duke e kombinuar me balerina e deri në mbrëmje me taka. Dhe ajo që më pëlqen te ky fustan është tekstura e zemrave, me detajin e fjongos që e bën belin të duket edhe më femror. Më besoni, fustanet të shkurtër ose mini fundet janë zgjedhja më perfekte, e sidomos kur bëhet fjalë për darkën e Shën Valentinit. Për ta bërë më cool, visheni me një xhaketë lëkure sipër. E kuqe e zjarrt. Okej, jam gati për të kërcyer. Keni vendosur që natën e Shën Valentinit ta kaloni duke kërcyer, atëherë ky është fustan I duhur. Më pëlqen shumë pjesa e dantellës para. I jep një feminilitet të papar. E kam kombinuar me stileto të thjeshta të zeza. Mos harroni, make-up sa më të thjeshtë, edhe buzët flak të kuqe. Make me pretty. Ndonjëherë, dita e Shën Valentinit është mbi të gjitha për veshje të nxehta femërore. Unë jam romantike deri në pikën e fundit. Prandaj, ky fustan do të ishte I preferuari im për natën e Shën Valentinit, me një prerje në bel dhe prinde të qershisë si një teksturë shumë sensuale për pranverë. Kjo pranverë e 2016-s po më bën të dashuroj akoma më shumë botën e fashionit. Fustani shkurtër dhe në fund taka stil stiletto. Nuk ka nevojë për asnjë aksesor më shumë. Ky fustan Ret Valentino, një dashuri për mua. Më pëlqen shumë tekstura e këtij fustani, e gjitha me lule shtrydhe. Me prerje shumë të strukturuar, mëng të gjëra dhe prerje në bel. Nuk ka nevojë për asnjë aksesor më shumë. Këpucë stiletto ose në rastin tjetër mund të vishni edhe balerina. Ky Shën Valentin do vi edhe më romantik se herave të tjera më duket. Kostum serioz. Do e mendonit ndonjëherë se do e vishnit një kostum serioz për darkën e Shën Valentinit? Nuk e besoj që e keni menduar deri tani. Ja, unë sot po ju propozoj një veshje të tillë. Duhet të guxoni. Është shumë seksi dhe tregon një femër të fortë, një femër pariziene. Dhe në fund, aksesori që jep një pamje më glam këtij looku. Ju pëlqyen kombinimet që ju tregova? Atëherë, unë do dëshiroja që ky Shën Valentin të zgjaste më shumë se një ditë për të veshur këto rroba të bukura që kisha zgjedhur për juve sot. Shpresoj që edhe juve e ndatë mendjen tani dhe nesër të shkëlqeni. Përveç që të shkëlqeni, dëshiroj që të duroni sa më shumë dashuri. Shijojeni ditën nesër, po edhe natën. Shpresoj që të kënaqeni. Deri të shtunën tjetër, ju përqafoj fort.